kuadër të një projekti ndërkombëtar të financuar nga Bashkimi Evropian dhe entitete të tjera në bashkëpunim me Agjencinë Italiane të Bashkëpunimit Ndërkombëtar në Tiranë, është zhvilluar në sallën e Pallatit të Kulturës takimi, pjesë e një shkëmbimi kompetencash të lidhura me qëndrueshmërinë mjedisore. Temat e trajtuara kanë qenë në këtë rast praktikat e mira të lidhura me organizimin e lojrave olimpike dhe paraolimpike Milano Cortina 2026, që do të nisin në shkurt, por në kuadër të aktivitetit të shkëmbimit me Bashkinë e Vlorës, me prefekturën dhe me aktorë të tjerë lokal, si Celim dhe shumë të tjerë. Të gjitha këto ndërhyrje lidhen me zbatimin e aktiviteteve konkrete në territor, të lidhura me përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore, përmirësimin e disa infrastrukturave dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe të shoqërisë civile, me përfshirjen e të gjithë aktorëve të rajonit, si administrata publike, ashtu dhe bota e biznesit dhe qytetarët e shoqërisë civile. I'm Alessandro Salimej and I'm the head of Unë jam Alessandro Salimej dhe jam drejtuesi i programeve ndërkombëtare të Celim. Sot ndodhemi këtu për prezantimin e projektit ose më saktë programit të bashkëpunimit ndërkombëtar për qëndrueshmërinë mjedisore të qytetit të Vlorës. Celim po punon për qëndrueshmërinë mjedisore në këtë zonë për rreth 10 vitesh përmes programeve të ndryshme. Ky është një workshop për të vijuar nxitjen e partneritetit mes Bashkisë së Vlorës dhe Bashkisë së Milanos për bashkëpunim të ndërsjellë në zhvillimin e metodologjive, mjeteve, instrumenteve dhe politikave për qëndrueshmërinë mjedisore të të dy qyteteve. A ka qenë i suksesshëm deri tani transferimi i njohurive dhe procedurave? Çfarë mendoni? A është ky institucion i aftë të kuptojë dhe të zbatojë konceptet e qëndrueshmërisë mjedisore? Po, ne po gjejmë një partner shumë bashkëpunues në Bashkinë e Vlorës, ka shumë përpjekje të ndërsjellta për zbatuar programe të përbashkëta. Ne, si Celim, së bashku me Bashkinë e Milanos dhe Bashkinë e Vlorës, deri tani kemi patur një bashkëpunim mjaft konstruktiv. Nga ana tjetër, sipas mendimit tim, qyteti ka një zhvillim shumë të shpejtë në aspektin e urbanizimit dhe ndonjëherë disa hapa për të qëndrueshmërinë thjesht anashkalohen. Ky është një çmim që ndoshta për vizionin e urbanizimit dhe zhvillimit Vlora po e paguan. Në mendimin tim, Vlora duhet i kushtoj pak më shumë vëmendje dëmeve që Italia bëri në vitet 90. Nga një ranë, zhvillimi fort i asaj kohe në Itali solli zhvillim ekonomik, si për shembull në Puglia ose Kalabri, e ndoshta në rajonet e tjera të detit Adriatik, por nga ana tjetër tani po përpiqemi të mësojmë nga gabimet e të kaluarës. Dhe Vlora, sipas mendimit tim, nuk po i vështron me kujdes këto gabime, as ato të Italisë në të kaluarën, as ato që po ndodhin tani në vetë Vlorë. L'attività di oggi fa parte di uno scambio. Me Bashkinë e Vlorës ekziston një partneritet shumë i hershëm që prej shumë vitesh me institucione të tjera si Dhoma e Tregtisë apo bashkitë të tjera shqiptare. Ky bashkëpunim është rritur ndër vite me shkëmbime. Shumë kryetar bashkie të Vlorës kanë ardhur në Milano për të takuar me kryetarin e Milanos dhe shumë partnerë të sistemit territorial të Milanos kanë punuar në Shqipëri në vitet e fundit. Pra ekziston kjo skuadër e sistemit italian gjithmonë në partneritet me konsullatën e përgjithshme dhe bashkëpunimin italian në Tiranë. Ky sistem territorial milanez sjell përvojën e vet për të ballafaquar mbi tema të ndryshme si ujë, mjedisi, natyra dhe kontrolli i territorit. Ky është një ballafaqim i barabartë. Kjo është e rëndësishme sepse nuk është që vim këtu dhe themi duhet bërë kështu. Është një ballafaqim i barabartë ku ka një proces rritje që shpresojmë është i dobishëm për administratën publike dhe autoritetet shqiptare, por është shumë i dobishëm edhe për ne, sepse gjithmonë kthehemi në shtëpi me diçka të re dhe një përvojë shumë të vlefshme. Çështja e qëndrueshmërisë aktiviteteve tregtare dhe mikpritjes një tjetër temë diskutimi e cila lidhet si me mënyrën e të bërit biznes, ashtu dhe me një vështrim nga gjithnjë më shumë aktivitete tregtare që janë të qëndrueshme dhe që tregojnë kujdes e respekt për natyrën, si përdorimi i materialeve të caktuara, ndikimi më i vogël në territor dhe më pak shpërdorime në planin afatgjat do të jenë pozitive për këto biznese, sepse gjithnjë më shumë popullsia ndërkombëtare, por dhe ajo lokale do t'i kushtoj vëmendje kësaj gjëje. Pra dhe zgjedhja një hoteli apo restoranti në shumë raste ndodh, por prirja është që në të ardhmen kjo të bëhet gjithnjë më vendimtare. Nëse hoteli është i qëndrueshëm, nëse respekton disa kritere të mos shpërdorimit dhe të ndikimit më të vogël në territor, atëherë kjo është rruga e duhur. Ka nga ata që arrin më shpejt, nga ata që arrin më vonë dhe nga ata që nuk duan ta ndjekin. Por për fat të mirë, kjo që po ndodh në nivel ndërkombëtar, po ndodh edhe këtu me disa aktor lokal. Në takim u vlerësua se qyteti i Vlorës ka një zhvillim shumë të shpejtë në aspektin e urbanizimit dhe ndonjëherë disa hapa për qëndrueshmërinë thjesht anashkalohen. Por sipas protagonistëve të projektit, Vlora duhet të kushtoj pak më shumë vëmendje dëmeve që Italia bëri në vitet 90. Çka duket se nuk po i vështron me kujdes to gabime, as ato të Italisë në të kaluarën, as ato që po ndodhin tani në Vlorë. Ndërkohë në takim u theksua se me Bashkinë e Vlorës ekziston një partneritet shumë i hershëm, që prej shumë vitesh dhe me institucione të tjera si Dhoma e Tregtisë apo dhe bashki të tjera shqiptare.